Pra, është e drejtë e imja, nëse unë jam kyç vullnetarisht, kam të drejtën edhe të largohem vullnetarisht nëse nuk me plotësohet kërkesa që demolizohen me shkrim. Çdo ushtar, zoti avokat, ka pas në pjesë e ushtrisë shqiptare të Kosovës 1 muaj, disa 2 muaj, disa tonë kohën, por të gjithë janë veteran, për shkak se nuk e mujt me mohu kontributin nëse edhe vetëm 1 ditë ka qenë në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Për shembull, ushtrit tjera, kroatët, e kanë spaku 6 muaj me qenë në luftë për me morë statusin e veteranit. Të nesë ke mujt për shkak se 1 ditë nëse ka qenë në uniformën e UÇK-s, ati i takon statusi i veteranit. Understood. Kjo ndryshim E kuptoj. mes të një strukture, një ushtrie që vullnetarisht krijohet dhe ushtrive që krijohen në baza institucionale me ligje, me ftesa, me mobilizime, ka ligje strikte të miratuara në kuvendet, në qeveri e tjera. Falni po. Erdhën dy ushtar nga Zvicra. Kishin marrë pushim vjetor. Njoni 1 muaj, tjetri 1 muaj e 2 ditë. Kur e kreu pushimin vjetor, tha komandant, tha unë duhet kthehem në punë. E la armën edhe shkoj në Zvicër. Ky tjetri e kish pas fatin ashtu, kishte edhe 2 javë kohë, mas 3 ditë u vra me 7 korrekt në Morinë. Dhe është sot dëshmor. Pra që kështu ka qenë. Thank you. And that, I think, helps to clarify. Faleminderit.